Ndershmëria. Gënjeshtra është një shprehi e neveritshme dhe një prej mëkateve të mëdha. Të gjitha racat e botës e dënojnë gënjeshtrën. Personat që rrejnë shikohen si të poshtëruar. Çdo person e di që gënjeshtari nuk ka kurfar respekti apo mirëbesimi nga bashkëdhetarët e tij. Personi i mirë dhe fisnik kurrë nuk gënjen. Islami e ka dënuar kategorikisht këtë shprehi të keqe. Imam Muhamet Bakiri thot gënjeshtrat janë shkaktaret e pabesisë. Imam Xhafer Sadiku thot Hazreti Isa i ka thënë se kush gënjen vazhdimisht nuk do të respektohet. Aliu, urdhëruesi besimtarve, ka thënë nuk ka vepër më të ulët se sa gënjeshtra. Të gjithë të dërguarit e Allahut dhe çdo reformator u ka bërë thirrje njerëzve të flasin të vërtetën. E vërteta është një instinkt natyral, të gjithë e duan të vërtetën, edhe gënjeshtari i pandrejtshëm ka dëshirë të dëgjojë të vërtetën. Nëse fëmia i është lënë ndërgjegjes së tij në natyrën e tij, është të thotë të vërtetën, është ndikimi i faktorëve të jashtëm ajo që e bën personin të adaptojë shprehinë e gënjeshtrës. Fëmia është i paaft në mënyrë absolute për të gënjur. Në jetën e mëvonshme, kur t'i ekspozohet rrethanave që e detyrojnë atë të gënjejë, ai mund të përfitojë këtë shprehi të keqe. Çdo sasi e predikimit, referencat e ajeteve të Kuranit dhe të traditës mund të mos kenë asnjë efekt te personi. Është obligim i prindërve të sigurojnë që fëmijët e tyre të jenë të sinqertë që nga fëmijëria. Ata duhet të largojnë me kujdes shkaqet e pavërtetësisë dhe të ndërfusin sinqeritetin në natyrën e tyre. Ata nuk duhet të neglizhojnë përkrahjen e sinqeritetit tek fëmia. Prindërit që janë të interesuar në rritjen e mirë të fëmijëve të tyre dhe që ndjejnë përgjegjësi në këtë drejtim duhet të marrin në konsiderat këto fakte. 1. Një gjë që do të ketë efekt të dobishëm në rritjen e fëmijës është atmosfera e familjes. Fëmia rritet në mjedisin e tij, ai mëson sjelljet e mira nga prindërit dhe nga të tjerët në shtëpi. Nëse atmosfera e shtëpisë është e vërtetësisë dhe e sinqeritetit dhe nëse prindërit e trajtojnë njëri tjetrin me korrektësi, atëherë fëmia do të pasojë këtë proces. Në të kundërt, nëse atmosfera e shtëpisë është e pavërtetësisë dhe nëse prindërit gënjejnë njëri tjetrin, atëherë fëmijët e pafajshëm do të marrin disa shprehi. Fëmijët, veshët e të cilëve mësohen të dëgjojnë të pavërtetat përreth tij, nuk mund të presim të mendojnë ndryshe. Disa prindër ignorant jo vetëm që tregojnë të pavërteta, por edhe i inkurajojnë fëmijët e tyre të gënjejnë për të fituar ndonjë përfitim të përkohshëm. Baballarët që rinë në shtëpi u thon fëmijëve të tyre se nëse e kërkon atë ndonjëri, le të thonë se nuk është në shtëpi. Kur fëmia nuk shkon në shkollë, prindërit i thon fëmijës t'i thotë mësuesit se ka qenë i smur. Në këtë mënyrë e inkurajojnë shprehinë e simulimit. Janë me qindra gënjeshtra që sillen në rreth shtëpisë çdo ditë. Prindërit e tillë janë duke bërë padrejti të madhe ndaj fëmijëve të tyre të pafajshëm e të ndjeshëm. Shqiptimi i gënjeshtrës është mëkat dhe mësimi i fëmijëve për të gënjur është mëkati më i madh. Prandaj prindërit që kanë dëshirë që fëmijët e tyre të bëhen të sinqertë, nuk kanë mënyrë tjetër veç se të bëhen edhe vetë të sinqertë. Kjo duhet të udhëhiqet përmes shembullit. Ruseli shkruan: nëse dëshironi që fëmia juaj të mos e fitojë shprehinë e gënjeshtrës, atëherë metoda e vetme është që gjithmonë t'ia thoni të vërtetën në praninë e tij. Kisha pasur dëshirë, sikur Ruseli të kishte thënë, përvetsojeni sinqeritetin në prezencën e fëmijëve si dhe të tjerëve. Natyra e fëmijës ndikohet nga e pavërteta edhe nëse është e fshehur. Imam Sadiku ka thënë: bëjuni thirrje njerëzve për mirësi pa e përdorur gjuhën tuaj. Njerëzit duhet të shohin devocionin, zellin, namazin dhe veprat e mira tuaja që e kanë rolin e modelit për ata. 2. Fëmia sipas natyrës nuk gënjen. Instinkti i tij natyral e nxit atë që ta mbështesë të vërtetën. Atij duhet një arsye fortë të thotë të pavërtetën. Nëse prindërit depërtojnë në thellësinë e arsyes për të pavërtetën dhe i largojnë këtë arsye, atëherë fëmia do të bëhet i sinqertë. Një arsye që mund ta bëj fëmijën për të gënjur është frika nga qortimi i prindërve. Kur e pyet se a e ka thyer xhamin e dritares, ai do të thotë jo. Mbajeni në mend, arsyeja për shqiptimin e gënjeshtrës është frika prej prindërve. Pastaj ai e ndryshon përgjegjësinë e xhamit të thyer te ndonjë person tjetër. Nëse prindërit janë të matur e të vëmendshëm, arsyeja e shqiptimit të gënjeshtrës nuk do të qëndrojë asnjëherë. Gjithnjë mund të ekzistojë mundësia që xhami të thyhet në mënyrë të paqëllimt. Prandaj nuk ka arsye për të qortuar fëmijën. Prindërit duhet t'i thonë fëmijës në mënyrë të butë se ata duhet të jenë më të kujdesshëm në të ardhmen. Nën këto rrethana fëmia nuk meriton të qortohet apo të rrihet, që ai të kërkojë streh mbrapa gënjeshtrës. Edhe nëse e ka thyer xhamin e dritares dhe është duke mohuar zhurmshëm këtë vepër, ndëshkimi i rënd nuk është zgjidhja e problemit.
Fëmia nuk mund të reformohet përmes rrahjes dhe ndëshkimit, as nuk ka ndonjë garanci se fëmia nuk do ta kryejë veprën e ngjashme sërish. Në rrethanat e tilla prindërit duhet të kenë ndërmend se fëmia nuk është agresiv sipas natyrës. Gjithmonë ekziston një arsye jashtme për këtë sjellje. Prandaj ata duhet të hulumtojnë çështjen me kujdes gjatë përcaktimit të arsyes aktuale dhe shkaqeve të aktit të shkatërimit. Kur të përcaktohet arsyeja e thyrjes së xhamit, atëherë nuk do të ketë më motivacion ta përsërisë veprën e njëjtë edhe një herë. Ndoshta akti vandal ishte rezultati drejt për drejt i ndonjë ofendimi të shkaktuar ndaj fëmijës nga ana e ndonjërit. Ndoshta fëmia nuk ka pranuar kujdesin e duhur dhe e nxjerr jashtë mërzinë e tij duke i shkaktuar dëm dritares. Mund të jetë reaksioni ndonjë ndëshkimi të pamerituar që e ka pranuar fëmia prej prindërve të tij. Nëse prindërit bëjnë përpjekje ta largojnë kompleksin psikologjik nga mendja e fëmijës, atëherë sipas të gjitha gjasave ai do të qetësohet. Nëse arrihet një rezultat i tillë, atëherë nuk do të ketë nevojë për veprime ndëshkuese. Atëherë fëmia do të përmbahet prej akteve shkatërruese dhe më nuk do të ketë nevojë të bërtas apo ta rrah atë. 3. Nëse mësoni se fëmia juaj ka bërë ndonjë gabim dhe dëshironi ta udhëzoni atë në rrugën e drejtë, atëherë mos e merrni në pyetje sikur policët. Është e mundur se me qëllim të mbrojtjes së egos së tij, fëmia mund të devijojë drejt gënjeshtrës. Në rrethana të tilla është më mirë të mos e merrni në pyetje dhe t'i thuhet për shembull se duhet të shkojë të lexojë librat që i ka huazuar prej shokut. Tregojini atij se nuk është e drejtë të mbahen gjërat e të tjerëve për një kohë më të gjatë. Kthejani librin e shokut duke kërkuar falje. 4. Mos e kërcënoni fëmijën me ndonjë ndëshkim që nuk keni ndërmend ta bëni. Për shembull, mos i thoni se nëse e bën edhe një herë atë apo këtë gjë, do ta rrihni apo do t'ia dorëzoni policisë, apo edhe do ta largoni nga shtëpia. Gjithashtu mos i thoni kur është i zemëruar se ju nuk do ta merrni në ndonjë gosti të cilën mezi e pret. Me kërcënime të tilla boshe ju do ta mësoni fëmijën të gënjejë. Ju duhet t'ia shqiptoni fëmijës vetëm ato gjëra që keni ndërmend t'i bëni dhe për të cilat mendoni se janë të drejta sipas tij. 5. Prindërit që janë të rreptë ndaj fëmijëve të tyre dhe që presin prej tyre më shumë se sa që kanë aftësi, janë ndoshta duke i shtyrë ata të gënjejnë. Për shembull, fëmijës nuk i shkojnë mirë mësimet dhe duke haruar këtë, prindërit e tij insistojnë që ai të bëhet i pari në klasë, e bezdisin atë çdo ditë për mësime dhe i bërtasin atij. Për shkak të aftësive të kufizuara, fëmia me të gjitha përpjekjet nuk do të jetë në gjendje të arrijë këtë. Mbasi që fëmia dëshiron dashamirësinë e prindërve, ai mund të kërkojë streh mbrapa gënjeshtrës, apo do të shpik një arsyetim që gjatë kohës së provimeve të ketë dhimbje koke. Ndonjëherë do të thotë se mësuesi nuk e pëlqen atë dhe se ja ka dhënë notën më të dobët. Nëse prindërit i kanë vlerësuar mirë aftësitë e fëmijëve, ata nuk do të bien në atë pozitë që fëmia të detyrohet të sjellë arsyetime të pavërteta. 6. Ekzistojnë prindër që të gjitha veprimet e gabuara të fëmijës u angarkojnë shokëve të tjerë të shkollës apo të lojës, ndonjëherë i fajsojnë edhe kafshët dhe bimët për gjëra të tilla. Për shembull, ata mund të thonë se maci apo miu është përgjegjës për të. Këta prindër të papërgjegjshëm mendojnë se janë duke bërë diçka të mirë, duke mos u atribuar fëmijëve të tyre veprat dhe gabimet që me të vërtetë ata e kanë kryer. Janë dy dobësi të theksuara në lidhje me këtë. E para, ata janë duke nxitur fëmijën të gënjejë, dhe e dyta, fëmia do të mësojë ta fajsojë tjetrin për veprat e veta. 7. Nëse ndonjëherë fëmijët tuaj flasin gënjeshtra pa dashur, hulumtojini arsyet e kësaj dhe mundohuni ta gjeni shërimin. Ky eksplorim duhet të bëhet në mënyrë të butë që fëmia të mos mendojë se është duke u bërë një hetim kundër tyre.